33 vjeçari ndroje duke salduar hekurat e lokalit. Policia arreston administratorin e biznesit. Policia e Sarandës ka arrestuar në flagrancë administratorin e Orange Club në Sarandë pas ngjarjes tragjike të ndodhur një ditë më parë, ku humbi jetën 33 vjeçari Igli Gjoca. Në pranga u vu shtetasi F 40 vjeç banues në Ksamil për veprat penale, shkelje rregullave të mbrojtjes në punë dhe punësim i paligjshëm. Nga hetimet paraprake dyshohet se viktima ka rënë në kontakt me rrymën elektrike ndërsa ishte i angazhuar në punë të ndryshme brenda objektit. Igli Gjoca nga Bajka i Delvinës ishte pronar i një servisi automjetesh në zonën e Vrionit dhe gjatë sezonit veror punonte si kamarier në Sarandë. Sipas informacioneve nga media, ishte i thirrur për të kryer punë në këtë lokal që nuk lidhet me profesionin e tij. 33 vjeçari, i cili pritej të bëhej baba së shpejti, dyshohet se ishte duke salduar struktura hekuri në ambientet e lokalit kur ka rënë në kontakt me kabujt elektrik në tokë. Ai u transportua me urgjencë drejt spitalit Sarandës, por nuk ka mundur të mbijetoj. Policia vijon hetimet për zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes. Njoftimi i policisë, specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit Policisë Sarandë arrestuan në flagrancë për veprat penale, shkelja e rregullave të mbrojtjes në punë dhe punësim i paligjshëm shtetasin F 40 vjeç banues në Ksamil, administratori i një lokali në Sarandë. Pasi dje gjatë punës në lokal ka humbur jetën shtetasi G 33 vjeç banues në Sarandë, i cili ishte i punësuar në mënyrë të paligjshme. Nga veprimet e parahetimore dyshohet se ky shtetas ka humbur jetën si pasojë e kontaktit me rrymën elektrike. Vijojnë hetimet për dokumentimin e rrethanave të rastit.